Përshëndetje miq të emisionit ton. Sot do të japim disa këshilla shumë të vlefshme që ju t'i dini në rastet e si të veproni në rastet e djegjes në lëkurë. Veprimet e menjëhershme që mund të bëni. Gjatë djegjes në lëkurë dëmtohen indet e lëkurës, duke filluar nga shtresa e sipërme. Çfarë duhet të bëni menjëherë që ju të shmangni të ulni në maksimum komplikacionet e më vonshme? Nëse rrobat janë në flak, mos vrapo sepse oksigjenim shton flakën, por shtriu për tokë, rrotulloni kështu në mënyrë që flaka të shuhet. Nëse jeni pranë një burimi, nxehtësie, avull, gaz, objekt nxehtësie, substancave kimike, largohuni menjëherë nga burimi i nxehtësisë. Hap shumë i rëndësishëm. Mos merrni dhe të vendosni pasta dhëmbësh, salcë domateje, medikamente të ndryshme, qoftë edhe vajra bimor, por vendosi menjëherë ujë të ftohët në zonën e djegur, në mënyrë që ne të frenojmë djegjen dhe shkatërimin e mëtejshëm të qelizave. Ky ujë i ftohët mbahet 10 deri në 20 minuta. Në mungesë të ujit të ftohët, lagim napa, lecka kështu me ujë të ftohët dhe i vendosim direkt në zonën e djegur. Nuk do të përdorim akull për faktin se djeg më shumë dhe shkatërrojmë qelizat që janë në temperaturë të lartë. Mos përdorni vaj gjalp ose pastë dhëmbësh as menjëherë pas djegjes, qoftë edhe më vonë. Heqim sendet që shtrëngojnë trupin. Mos përdorni forcë për heqjen e rrobave, mbulohen plagët më vonë me një garzë të pastër që të mos nëndoten. Mundet të përdoren qetësues për të qetësuar dhimbjet dhe nuk duhet që të plasim ato fluskat me ujë, pasi ky është një eskudat seroz, një lëng biologjik mbrojtës që e prodhon trupi si pjesë të reagimit inflamator. Pra, ky ujë që është në ato qeskat e lëkurës përmban ujë, përmban plazëm gjaku, albumin, fibrinogjen që do të formojë ato fibrinat më vonë, faktor të rritjes dhe elektrolit, natrium, kalium, klor, kalcium e të tjera, të cilat na ruajnë atë ekuilibrin qelizor dhe pastrojnë lehtësisht qelizat e dëmtuara. Si mund të përcaktojmë shkallën e djegjes? Nëse digjemi ashtu si kundër digjemi nga dielli dhe lëkura pëson një skuqje të lehtë, një djegje po pa fluska ujë, kjo është një djegje e shkallës së parë. Shërohet shumë lehtë duke u trajtuar me këto vajrat bimore, atë vajin balsamik, atë ekstraktin balsamik, por njëkohësisht mund të përdoret edhe kremi për djegje, i cili në këto raste është i mrekullueshëm dhe qetëson situatën brenda pak orësh dhe brenda 2-3 ditësh gjithçka mbyllet. Djegja e shkallës së dytë. Tashmë nuk prek më vetëm epidermën në pjesën e sipërme, por kalon edhe në pjesën e dermës dhe aty kjo mund të formojë fluska me lëng. Por kaq mbetet, lëkura bëhet pak si e lagësht ose me shkëlqim dhe me trajtimet natyrale, kjo mund të na zgjasi 1 deri në 3 javë. Kjo lloj djegje e shkallës së dytë nuk lë absolutisht asnjë shenjë nëse ne dim ta trajtojmë atë. Djegja e shkallës së tretë. Pothuajse dëmtohet jo vetëm derma, por edhe pjesët e tjera, shtresat më poshtë saj. Këto inde të cilat mundet të digjen lehtë, formojnë fluska ujë, çajnë fluskat e ujit e me radhë. Nëse djegja ka përparuar në disa vatra ku ka qenë burimi i nxehtësisë më i fortë, lëkura mund të bëhet e bardhë, gri, kafe ose e zezë. Është e thatë, e fortë si lëkurë e pjekur. Në këto raste, kur ajo dëmtohet në thellësi të saj, mund të mos ketë dhimbje, pasi janë dëmtuar njëkohësisht me fijet e muskujve dhe arteriolat, venat, venulat, janë dëmtuar edhe indet. Kjo shkallë djegje kërkon kohë për t'u trajtuar, por plagët rigjenerohen. Djegja e shkallës së katërt është më e madhe, kjo prek muskuj, tendinat, kockat. Është
pa diskutim një gjendje emergjente dhe ndoshta mund të ketë edhe karbonizime në trup. Përvoja jonë, me vërtet, na ka bërë që të kemi një farë njohurie që të dim si të trajtojmë. Qoftë ato plagë që janë krijuar tek fëmijë të vegjël, që ju ka rënë ujë i valuar, kafe, vaj e kështu me radhë, qoftë edhe tek të rriturit që janë aksidentuar nga motori dhe ajo marmita e motorit ka djegur për shembull pjesë lëkure tek zona e këmbëve ose kofshëve e kështu me radhë, qoftë djegje nga avulli ose edhe djegje të tjera. Si do të veprojmë praktikisht? Në rastin e parë, sa kemi hequr, pra mbahet zona e djegur me ujë të ftohtë afërsisht 10 deri në 20 minuta. Kjo bëhet për të frenuar procesin e shkatërimit të qelizave. Menjëherë pasaj, mund të vendosim mbi plagë një xhel nga aloe vera. Pra, kjo mas xheli, ujë bimor i lidhur, hidraton zonën e djegur, pra ai ujë që është larguar, kjo e ndihmon që të na zëvendësohet, përshpejton rigjenerimin dhe njëkohësisht është një antiinflamator i mirë. Copat me gjethet aloe verës, të cilat qahen në mes dhe aplikohen mbi lëkurë, mund të bëhen 2 deri në 3 herë në ditë. Pas kësaj, është hapi tjetër, i cili është shumë i rëndësishëm. Marrim një tenxhere dhe hedhim në këtë 2.5 deri në 3 litra ujë. Shtojmë një pako me lëvore mimoze, që ka afërsisht 40 deri në 50 gram. Marrim tjetër, një pako me lëvore në vidit. Edhe kjo afërsisht 20-50 gram. Dhe i bëjmë që të ziejnë 10-15 minuta. Do të vëmë re se çaji në këtë moment kalon nga një ngjyrë çaje lehtë, ajo bëhet një ngjyrë e kuqurremtë dhe çaji sikur trashet. Tamam si një sherbet i trashur. Ndërkohë, shtojmë edhe një pako kamomil, 30-40 gram, dhe lëmë të vlojë edhe kamomili si një antiseptik 2 deri në 3 minuta. E marrim çajin e trashur, e kullojmë, dhe nëse kemi ndonjë pajisje spërkatëse kështu, na bën shumë mirë pasi spërkatim lëkurën e djegur 2 deri në 3 herë. Ose e lagim një napë tek çaji dhe vendosim napën e lagur mbi zonën e djegur. E lëm afërsisht 2-3 minuta, e lagim përsëri napën e vendosim. Këtë e përsërisim 3 deri në 4 herë pas ndërrimit të napës. Pra, bëhet lagja e zonës, në fillim e lyejmë me aloe verën, mbas kësaj lagim zonën e djegur me çajin bimor që kemi përgatitur dhe mandej mund të veprojmë në këtë mënyrë. Atëherë, marrim kremin e djegjes, i cili është një produkt 100% natyral. E çfarë kanë brendësi të kësaj? Atëherë, vaji i vezës, që edhe ju mund ta përgatisni në shtëpitë tuaja, duke i marrë të verdhat e vezës, duke i hedhur në tigan dhe i kaurdisim, derisa ato sikur do të karbonizohen dhe do të na nxjerrin një vaj. Këtë vajin e marrim e shtrydhi mirë, e kullojmë, marrim pak lanolin nga leshi i deles, lyrën e leshit të deles, sikur e mbledhi me pak vaj ulliri, dhe në këto përbërës mund të shtojmë edhe guackën e vezës të shtypur mirë. Mandej, i shtojmë pak dyllblete dhe ky është kremi. Atëherë, fillojmë që t'i lyejmë këto pjesë. Çfarë do të vëmë re? Qetësohen dhimbjet, qetësohet plaga dhe kjo tashmë ka këtë veçori. Lëkura e mimozës ka veti që ta shtrëngoj plagën dhe të jetë një anti-inflamator i mrekullueshëm. Pra, mimoza te nuiflora, pra pema e mimozës që ne shohim, ka afërsisht tanine rreth 16%, që ka vetprim astringent, shtrëngues, rrudhos atë pjesën e buzës së lëkurës së shëndetshme, ndalon eskudatin, ndalon atë rrjedhjen e lëngut dhe lëkura
plaga fillon të marrë një pamje të thatë, duke krijuar në këtë mënyrë një shtresë mbrojtëse. Flavonoidet antioksidantë që ndodhen në lëkurën e mimozës e mbrojnë atë zonën e djegur nga stresi oksidativ dhe nga ngacmuesit e jashtëm të ajrit. Sapuninat, ato zbutësa triterpene, kanë një veprim anti-inflamator. Krahas kësaj, alkaloidet që ndodhen këtu, por në sasi të vogla, janë të tilla që nuk na ngacmojnë, nuk e rëndojnë situatën, por e ndihmojnë atë. Veç kësaj, në lëkurën e mimozës gjenden edhe minerale gjurmë, siç është bakri dhe zinku. Pra, minerale shumë të rëndësishme për shërimin e plagës. Pra, mund të themi që mimoza nuk është thjesht një lule e brisht dhe e verdh, por një roje e heshtur e plagëve tona. Lëvorja e vidhit, ashtu si dhe e shelgut, ajo përmban salicilina, të cilat me trajtimin e tyre shndërrohen në acid salicilik në trup, kur ne vendosim në mbi trup. Taninet që ndodhen edhe tek lëvorja e vidhit, por më të pakta se lëvorja e mimozës, edhe këto kanë atë veprimin astrigent shtrëngues, pra mbledhës, rrudhosës, sikur të bëjmë një krahasim si ajo hurma e papjekur që ne e ham dhe ajo gati sikur na mbyt. Po kështu, flavonoidet janë polifenole antioksiduese, të cilat bëjnë që në plagën e djegur të mos na zhvillohen infeksione. E i shtuar edhe me kamomilin, që jo vetëm kamazuleni i kamomilit na jep këto efektet e mbrojtjes së plagës dhe të rigjenerimit, por mund të themi që të treja së bashku, pra këto bimët, së bashku edhe me kremin, në sinergji me njëra tjetrën, shtojnë atë, si thuash, shtojnë atë efektin veprues dhe rigjenerues. Pra, secila nga këto bimë që ka personalitetin e saj terapeutik, na bën që të stimulojnë fibroblastet, të rrisin prodhimin e kolagjenit, të përshpejtojnë epitelizimin dhe pak e nga pak të mbyllin në mënyrë të shpejt plagët. Efekti antibakterial, natyral, që ndodhet te këto produkte dhe te kremi, bën që të reduktojnë infeksionin. Veprimi anti-inflamator, siç është qoftë nga produktet, qoftë edhe nga kremi, bën që të ulet enjtja dhe skuqa, të shtohet kolagjeni në lëkurë dhe të nxitet, si thuash, krijimi i asaj lëkurës së re, të nxitet epitelizimi, i cili në fillim është një lëkurë e hollë, e kuqe, e brisht. Pra, le t'i marrim edhe një herë, mimoza si një arkitekte e heshtur që ndërton, forcon dhe rikthen strukturën. Lëkura e kësaj peme që ka këto mikroelement, kaq të fuqishëm, rigjenerues, i jep lëkurës, i jep trupit ton një lëkurë të re, një kujtesë, edhe pas djegjes trupi ka aftësinë të rilind. Mimoza nuk shuan zjarrin me ujë, por ajo i mëson njeriut se si lëkura rimëkëmbet dhe rigjenerohet prej tij. Çfarë kemi mësuar nga historia dhe çfarë kemi arritur ne? Puna jonë ka qenë shumë e fokusuar edhe në kërkimet e ndryshme dhe në gjetjet e shkencëtarëve të ndryshëm. Për shembull, René Mauricio Gattefossé, një shpikës i aromoterapisë, që ka jetuar nga vitet 1881-1950, në 1910 ky digjet nga flakët në laboratorin e kompanisë së tij. Pas trajtimeve me kremra të ndryshme nga duart e fytyra e kështu me radhë, ai vuri re se plagët e tij nuk po shëroheshin, por ishin si të lëngëzuara. Atëherë, ky merr vajin e livandos, e vendos mbi plagë dhe vuri re që të gjitha plagët filluan të rigjeneroheshin mrekullisht mirë. Le të ecim më tej. Jan Valnet, i cili ka jetuar nga vitet 1920-1995, është themeluesi i aromaterapisë moderne, mjek kirurg francez, i cili në mungesë të ilaçeve gjatë luftës së dytë botërore, ky filloi të mjekonte të plagosurit me bimë mjekësore dhe vajra esenciale, duke marrë
me vërtet rezultate të papritura. Rezultatet e mjekëve në Kosovë gjatë luftës ku nuk ishte ilaçe e kështu që u trajtuan njerëzit me bimë, unë edhe nga kontaktet me shumë mjekë, ata më thanë se neve kishim rezultate gjatë trajtimit të pacientëve të ndryshëm. Përvoja jonë me lëvoret e bimëve, me vajin e vezës, me lulen e basanit, me gjethen e delit, me guackat e vezës e tjera, ka arritur rezultate të mrekullueshme, qysh atëherë në monizëm, por edhe në ditët e sotshme. Uji nxehtë që djeg lëkurën edhe tek fëmijët e vegjël ka arritur që këto plagë të shkaktuara në fytyrë, në trup e kështu me radhë, duke filluar që nga fëmijët 6-7 muajsh, 1 vjeç të djegur pa dashje për shembull me kafe, ne kemi arritur që të marrim rezultate të mrekullueshme duke mos lënë asnjë shenjë mbi lëkurë. Rezultati i lëkurë e rigjeneruar plotësisht. Mesazhi jonë duhet të ruhet në kujtesën tuaj. Pas djegjes, trupi ka aftësi të rigjenerohet. Mjafton të ndihmohet me produktet e mësipërme natyrale dhe ju do të shikoni se si lëkura juaj do të jetë plotësisht e rigjeneruar. Mirupafshim në emisionin e radhës.